Panajiri i librit në Preshev, por i kthen kujtesën në një kohë kur në vitet 90-ta Presheva ishte një vatër e rëndësishme e kulturës shqiptare. Atëherë, aktivitetet kulturore bënin këtë qytet një pikë takim për intelektual, krijues dhe dashamir dijes. Sot me programin e Panajirit Librit Shqip, po shënojmë një kthes të re të kulturës, ku mbi 30 shtëpi botuese, autor, krijues, botues dhe personalitete të njohura nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë bashkuar në Preshev për dëshmuar se libri vazhdon të jetë ura më e fortë që na bashkon. Ky panajir në fakt nuk është vetëm një ekspozim librash. Ai është një mesazh se Presheva ka potencialin të rikthehet në hartën e ngjarjeve më të rëndësishme kulturore shqiptare. Synimi ynë është që kjo ngjarje të bëhet traditë dhe çdo vit të sjellë edhe më shumë autor, botues, vizitorë e aktivitete, duke kthyer Preshevën në një qendër të kulturës dhe librit për të gjithë shqiptarët kudo që janë. Dhe tani gjithçka është gati, çdo detaj është menduar me kujdes, çdo hap është përgatitur me përpikmëri dhe çdo gjë është vendosur në vendin e vet. Pas shumë pune, përkushtime dhe dashurie për librin, jemi gati që mirëpresim në një ngjarje që synon të jetë në lartësinë e prikjeve. Nesër Presheva hap dyert për festën e librit. Mirë se vini të gjithë kudo që jeni.